Dashi, mëngjesi sjell një energji të freskët dhe zemra jote është gati për të eksploruar mundësi të reja. Në dashuri, emocionet janë të zjarta dhe të thella, ndaj e kohën për të dëgjuar partnerin. Nëse jeni vetëm, universi ka një surprizë të këndshme për ju. Në punë, përqendrohu te detajet dhe mos e nënvlerëso fuqinë e bashkëpunimit. Një koleg mund të ketë një ide brillante që do të ndihmojë në projektin tuaj të ardhshëm. Financat duken të qëndrueshme, por kujdes me shpenzimet e tepërta. Mund të kesh nevojë për pak reflektim mbi dëshirat e tua të vërteta. Dita mbaron me një ndjenjë paqeje dhe një frymëzim që të bën të ëndërrosh për të ardhmen. Kujdesu për veten dhe mos harro të falënderosh universin për bekimet e tij. Demi, sot është një ditë e cila nxit aspiratat tuaja më të thella. Ndjenjat do të zbulohen ngadalë si një petale që hapet në agim. Në dashuri është koha të bëni një hap përpara. Komunikimi i sinqert me partnerin do të sjellë harmoni dhe intimitet të ri. Në punë do t'ju duhet të jeni të qëndrueshëm dhe të duruar. Mos lejoni që presionet e jashtme t'ju turbullojnë. Financat mund të kërkojnë vëmendje të veçantë. Mund të jetë koha e përsosur për të rishikuar buxhetin tuaj dhe për të bërë investime të zgjuara. Gjatë ditës, malli për të kaluarën mund t'ju vizitojë. Lejojeni veten të ndjeni nostalgjin, por mos harroni të shikoni drejt së ardhmes me optimizëm dhe shpresë. Kujdesuni për veten me dashuri. Binjakët, sot do të ndjeni një nevojë të fortë për të eksploruar horizonte të reja dhe për të zgjeruar njohuritë tuaja. Një mundësi e papritur në punë mund të shfaqet, kapni atë me besim dhe kuraj. Në çështjet e zemrës, është koha e duhur për të qenë më të hapur dhe të sinqert me partnerin tuaj. Kjo do të forcojë lidhjet dhe komunikimin mes jush. Financat tuaja janë në ekuilibër, por bëni kujdes me shpenzimet e tepruara. Dëgjojeni zemrën tuaj kur bëhet fjalë për zgjedhjet personale dhe mos i nënvlerësoni intuitat tuaja. Një shëtitje e gjatë në natyrë do t'ju sjellë paqe dhe qetësi. Mos harroni se momentet të vogla relaksi janë thelbësore për rigjenerimin e shpirtit. Daforia. Ditën e sotme, emocionet do të jenë në qendër të vëmendjes. Ndjenjat e thella mund të udhëheqin drejt një vendimi të rëndësishëm në marrëdhëniet personale. Është momenti i duhur për të folur hapur me dikë të afërt dhe për të ndarë atë që ke në zemër. Në aspektin profesional, një projekt që ke menduar prej kohësh mund të marrë drejtimin e duhur. Beso në aftësitë e tua dhe mos hezito të kërkosh ndihmë kur të nevojitet. Financat duken të qëndrueshme, por është e rëndësishme të mos bësh shpenzime të panevojshme. Kujdesi për veten duhet të jetë prioritet, kështu që mos harro të gjesh momente për relaksim dhe meditim. Hap zemrën ndaj mundësive të reja dhe lëre universin të udhëheqë. Luani. Sot ndihesh i mbushur me energji dhe gati për të përballuar çdo sfidë. Ndërgjegjja e lartë për fuqitë e tua të brendshme të ndihmon të marrësh vendime të mençura. Në dashuri është momenti ideal për të treguar ndjenjat e tua pa frikë. Puna ofron mundësi të reja, kështu që mos hezito të marrësh rolin udhëheqës kur të kërkohet. Financat mund të kërkojnë kujdes, prandaj bëhu i zgjuar me shpenzimet e vogla, duke kursyer për të ardhmen. Krijo një moment qetësie për të lidhur me natyrën, ndoshta një shëtitje e shkurtër do të rigjenerojë. Ëndrat që ke janë të arritshme, vetëm duhet t'i besosh vetes dhe të ndjekësh zemrën tënde. Mos harro se cila ditë është një mundësi e re për të lulëzuar. Virgjëresha. E sotmja sjell energji të reja që do të ndriçojnë rrugën tuaj. Në dashuri, zemra juaj kërkon stabilitet dhe thellësi emocionale. Është momenti për të biseduar haptazi me partnerin dhe për të ndarë ëndrat tuaja të së ardhmes. Në punë, përkushtimi juaj është i pachmueshëm. Mund të ndjeni një shtysë për të përfunduar projekte të rëndësishme, duke lënë gjurmë në çdo detaj. Financat kërkojnë vëmendje, prandaj shmangni shpenzimet impulsive. Kjo është koha për të bërë një plan afatgjatë që do të sjellë siguri dhe prosperitet. Sot ndjeni një lidhje më të thellë me natyrën dhe është e rëndësishme të merrni frymë thellë, duke u çeldur mendërisht. Momentet e qeta sjellin qartësi dhe harmoni në shpirtin tuaj të ndjeshëm. Peshoria. Ndërsa dita nis me qetësi, ndjenjat do të bëhen më të thella dhe të sinqerta. Është koha e duhur për të shprehur ato që ndjeni ndaj dikujt të veçantë. Në punë, tregoni kujdes për detajet dhe mos i anashkaloni mundësitë që shfaqen papritmas. Një propozim interesant mund të vijë nga një drejtim i papritur. Financat kërkojnë menaxhim të kujdesshëm, kështu që shmangni shpenzimet e panevojshme. Shijoni bukurinë e vogël të çdo momenti dhe mbani mend se qetësia shpirtërore është çelësi i suksesit tuaj sot. Rruga përpara mund të duket e paqartë, por besoni intuitës tuaj, ajo do t'ju udhëheqë drejt vendimeve të duhura. Gjatë mbrëmjes, një aktivitet relaksues si leximi ose muzika do t'ju ofrojë paqe dhe harmoni.
Akrepi. Sot do të ndihesh i mbushur me energji dhe motivim. Në punë, aftësitë tuaja për të zgjidhur problemet do të shkëlqejnë, ndaj mos hezitoni të merrni iniciativa të reja. Në çështjet e zemrës, hapja ndaj partnerit do të forcojë lidhjen tuaj, por kushto kohë për të dëgjuar me zemër. Kujdes me shpenzimet e parësyeshme, një planifikim më i mirë financiar do të sjellë qetësi. Nëse ndihesh i ngarkuar, një shëtitje në natyrë do të ndihmojë të rigjesh ekuilibrin e brendshëm. Sot është dita ideale për të reflektuar mbi qëllimet afatgjata dhe për të bërë plane konkrete për të ardhmen. Lër që intuita të udhëheqë drejt përparimit personal. Kujto se qetësia shpirtërore është çelësi për të ndjerë plotësisht i lumtur. Shigjetari. Sot është dita e përsosur për të eksploruar horizontet e reja që të thërrasin. Në dashuri, përpiqu të ndash më shumë kohë me partnerin. Komunikimi i hapur dhe i ndershëm do të sjellë harmoni në marrëdhënien tuaj. Në punë, kreativiteti do të ndihmojë të gjesh zgjidhje të zgjuara për sfidat që mund të hasësh. Mos nguro të ndash idetë tua me kolegët, pasi kjo mund të hapë dyert të reja. Financat do të kërkojnë një planifikim më të kujdesshëm. Investimet impulsive mund të sjellin rrezik. Ndjenja e një aventure të re është afër dhe energjia pozitive do të ndihmojë të përballosh çdo sfidë me guxinë dhe optimizëm. Beso në udhëtimin tënd dhe shijo çdo moment. Britsjapi. Sot, energjia e universit të mbështet në përmbushjen e synimeve të tua afatgjata. Në punë, do të vëresh se të gjitha përpjekjet që ke bërë së fundmi do të fillojnë të japin frytet e tyre. Beso në intuitën tënde dhe mos hezito të ndash idetë tua. Në dashuri, është dita e përshtatshme të jesh i hapur dhe i sinqert me partnerin. Për ata që janë vetëm, një takim i rastësishëm mund të mbjellë fara të reja shpresë. Financat janë të qëndrueshme, por shmang shpenzimet e tepruara që mund të dëmtojnë kursimin. Mbahu fort në përballimin e sfidave emocionale dhe mbështetu tek ata që të duan. Merr kohë për veten, ndoshta një shëtitje në natyrë do të të japë qetësi shpirtërore. Çdo hap është një hap drejt një të ardhmeje më të mirë. Ujori. Energjia e ditës do të sjellë një ndjesi freskje dhe rifreskimi, si një erë që fryn butësisht mbi lule. Në dashuri, zemra mund të ndjejë nevojën për të eksploruar dhe për të përjetuar diçka të re dhe emocionuese. Lejojeni veten të shijoni momente të thjeshta me partnerin, duke u përqendruar tek gëzimet e vogla. Në punë, ndonjë ide e papritur mund të shfaqet, duke ju ndihmuar të dalloheni dhe të vini në pa aftësitë tuaja të veçanta. Financat kërkojnë një qasje të kujdesshme, shmangni vendimet impulsive dhe mendoni për të ardhmen. Një pasdite e qetë me një libër interesant do të ndihmojë në qetësimin e mendjes suaj të ndjeshme. Merrni kohë për të reflektuar dhe për të dëgjuar zërin tuaj të brendshëm. Lërini yjet t'ju udhëheqin. Peshqit. Sot do të ndihesh sikur universi po të jep një përqafim të ngrohtë. Në dashuri, fjalët do të kenë një fuqi të veçantë. Përdori ato me kujdes për të shprehur ndjenjat më të thella. Në punë mund të përballesh me një sfidë të paparashikuar, por mos u shqetëso, aftësitë tua kreative do të ndriçojnë rrugën drejt zgjidhjes. Financat kërkojnë një vëmendje disi më të madhe sot, mendo 2 herë para se të bësh ndonjë shpenzim të madh. Energjia e ditës ka një nuancë reflektimi, duke ofruar mundësinë për të menduar mbi ëndrat e tua. Merr kohë për të medituar apo për të shëtitur në natyrë dhe do të ndjesh një lidhje më të thellë me veten. Lejo zemrën të flasë lirshëm dhe ndjek rrugën e saj.